Gjenerimin e ka arë të dera, o lezër. Big Brother, lëlloj, emisioni in dyti lig, dojnë fmitë e musliman me mësue gjënat matë ndyta në dunia, piklasave të ulta, kja la mirët me gjërat liga. E kjo vëzra, kam në pështu në akirat, ajo. E kuptonë se ku ka një virusi sa falla, jo. A një kuptu se muslimanve ju kanë shtru agenda shumë të rëzikshme, me një anë e godet kam gjiku i shtetit, me një anë i godet pimlena. Apo, vetëm që të arrin. Po, vallaj, mësë më kanë shpresa në Zotina, ata kanë realizu agendën. Dhe zë. Sepse dëgjallë që shtu del, dhe zë. Dëgjallë që shtu del. Dikush pimlenat godet, vazhdimisht. Hoxha ashtu, edhe ki tjetëri për jashtë, edhe, apo, i rritët shikimi Big Brotherit. Ku gjo tjetër? Qka të ndodhë dhe zërë? Këta që vazhdimisht sulmojnë hoxalar, pse nuk e sulmojnë Big Brotherin? Pse nuk mirë me Big Brotherin? Pse s'mirë me zullumqartë me emna? Me atë zullumqarin nuk mirë se a i forta, e ke gjetë në hoxalar që tutën Allahot e ka pje debit a i mos me morë me tia. Ama qka muna me thamë dhe zërë? Po qka me thamë? Hasbun Allahu e ni'mal wakil. Neve ishtë Allahu në me eftan dhe zërë. Allah i zbanë njeri me lisë presat me kërkam përveç Allahu gjelova. Pse? Se këtu e në agenda dhe zërë. Këtu plane ka. Për qëfar? Për t'i rëdzu muslimanët dhe për t'i rënu figurat e muslimanëve. Se kjo agenda që ata që ka folin e më të fejes, mës me fol. E mës më mirë po, qëfar du dhe zërë? Allahu gja ka me e në ven atë qëllimin e vetë. E ropë të Zotit s'provohën.